Situata në KRM Pastrimi është duke u rënduar sipas kryeshefit të kompanisë Petrit Reqica. Për gjendjen në ndërmarrjen që e udhëheq, ai akuzon komunën e Prishtinës. Deri sot që po flasim, për këta 5 muaj, 2.7 milion euro janë borxhet akumuluara në pastrim, që komuna vetë nuk po i pagun, në anën tjetër po i thotë qytetarëve mos paguni. Dhe kjo situatë ne e kemi lajmëruar zotërin Ramën edhe zyrtarisht me 10 emaila, e kemi njoftuar që në rast se krijohen këto situata, përgjegjësia profesionale dhe ligjore do të jetë mbi ta. Nga komuna e Prishtinës thonë se nuk kanë kurrfarë obligimi dhe asnjë pagesë të hapur ndaj pastrimit. Ne kemi dërguar një draft kontratë në dhjetor të vitit 2024, ndërmarrja pastrimi ka refuzuar ta nënshkruaj, të njëjtën kontratë ne kemi ripërsëritur edhe një herë në shkurt të vitit 2025, ndërmarrja pastrimi prap ka refuzuar ta nënshkruaj, kështu që ne nuk kemi marrëdhënie kontraktuale me ndërmarrjen pastrimi. Për mos bashkëpunim, komuna dhe pastrimi adresojnë akuza ndaj njëra tjetrës. Ajo po e saboton vetveten në fakt në këtë situatë dhe po tenton me dëmtu ndërmarrjen tonë, me pamundsu operimin, me anë që situatë që shemi sot, në këto e kemi paralajmëruar për muaj të tërë, keni pas rastin edhe përmes kamerës ju, me pamundsu operimin tonë edhe me dalë ata me një megazgjidhje, një operator privat. Ne si komunë, edhe si drejtori e shërbimit publike, kemi bërë gjithherë ftesë ndërmarrjes pastrimit që tulemi të miremi me rastet konkrete. Të hënën kryetari Rama tha se keq menaxhimi i kompanisë pastrimi rrezikon pagat e punëtorëve dhe mirëqenien e qytetarëve, por drejtori Reqica tha se një pjesë të pagave i kanë procesuar, ndërsa pjesën tjetër do ta kryejnë brenda 2-3 ditëve. Lëvizja